Në mëgjes të dashur shumisht për rubrikës tonë të Riponi, ju përshëndes, mirë se u gjajnë. Thashtë bashkë bisedojmë sot për protestën, për asgjë tjetër, për protestën tonë, për çfarë po kërkojmë, çka po kërkojmë më shumë që s'po na ndëgjon kush. Çfarë po kërkojmë më shumë vetëm të drejtat tona, çfarë po kërkojmë më shumë vetëm jo korrupsionit, jo hajnis, jo tradhtis, jo xhepave, jo oligarkëve, jo të pa dëshirueshmes që ne na pengon çdo ditë. Pra, ne nuk po kërkojmë asgjë, po kërkojmë drejtat tona, po flasim për drejtat tona, po flasim e s'po na dëgjon kush. Pra, të dashur miq, ju që dëgjoni këtë fjalë, ju lutem, shpërndajeni fjalën. Ku të mundeni, shpërndajeni për rrjetet, shpërndajeni për media tuja, që një fjalë jotja, një fjalë imja, një fjalë ati, një fjalë asaj, një fjalë e atyre, një fjalë e kujdo, të çojnë pesh për këtë protest kaq të madhe në shkallë kombëtare e të na ndëgjohet fjala. Na ndëgjohet fjala pa shkatruar, na ndëgjohet fjala pa djegur, na ndëgjohet fjala pa prishur, na ndëgjohet fjala duke heshtur e duke kërkuar vetëm dorëheqjen e Edi Ramës, e stabilitetin e vendit tonë, e drejtësinë e vendit tonë, të japim drejt gjykatave, të japim drejt institucioneve shqiptare të bojnë punën e tyre, jo ta bojnë individ, jo ta bojnë oligark, jo të bojnë ata që kanë para ligjin, po të bëhet ligji si për ata që kanë para, si për ata që s'ka para. Pra, të dashur miq, të mos e lëshojmë këtë protest pa realizue dëshirat tona, pa realizue, jo dëshirat, pa realizue ato që ne na duhen për jetën dhe stabilitetin e vendit tonë. Mos të zbejmë këtë protest e mos të bëhem gjunaqart e kësaj proteste. Mos shkatrojmë, mos të prishim, mos të shajmë, mos djegim, po vetëm të heshtim dhe të kërkojmë rrëzimin e qeverisë, e zgjedhjet parakoshme, qeveri stabiliteti, të përfshirë me gjitha organizatat edhe gjitha partit politike, mos i trembem askuj, s'kem se ju trembem pushtetit, s'kem se ju trembem qeverisë, se ne nuk po bojmë asesën, nuk po shkelim ligjet. Pra, ju lutem shumë, mos të dhinë presionet nga mandrëshmet, mos bashkohem me kriminalat që u bashku në 97-ën, që fatin e Shqipërisë e morën zoni Çaushi me kriminalat tjerë të Shqipërisë, që vendosen shkallën më të madhe të krimit në atë kohë, po të qëndrojmë kështu si jemi, të pa përzirë as me kriminal, as me korrupsionista, as me ata që nuk e duan vendin e vetë, po duan xhepat e tyre. Ju faleminderit, e miru gjetësha radhën tjetër.